20%, një ditë mund të ketë 70%, një ditë mund të ketë 10%. To tentativa varet nga mënyra se si do reagojnë. Por ama asnjëherë kjo nuk mund ta kalojë shumën maksimale të 70%, sepse gjithçka do të varet nga masiviteti i protestës. Pra sa më masive të jetë protesta dhe sa më shumë protesta të ngjashme, ajo që bëhet në Tiranë duhet bëhet edhe në Fier, duhet bëhet në Durrës, duhet bëhet në Shkodër, duhet bëhet në Elbasan në të njëjtën ditë. Atëherë automatikisht ky është presioni i protestës që i bëhet jo vetëm qeverisë, por ky presioni i protestës i bëhet edhe atyre që kanë organizuar këtë protestë. Dhe në këtë moment, sa më e madhe protesta, sa më masive protesta, aq më shumë ulet përqindja që kjo protestë të shuhet. Pra gjithnjë këtu duhet lozur. Vetëm te kjo duhet lozur, sepse duhet kemi një gjë parasysh. Koha, sot Rama i ka bler të gjithë. Rama është një person i cili është 26 vite në pushtet, jo për shkak se është i aftë politikisht, po për shkak se Rama është një person i cili nuk ka bërë pazare deri më sot. Në rast se Meta, Berisha, Basha, Nano, gjitha bënin pazare. Rama i përket një kategorie tjetër. Rama i përket atyre që nuk bëjnë pazare. Pra Rama thot, çfarë do dhe merre. Vetëm karrigen e Ramës mos e prek. Kurse ata bënin pazare, t'ja pash më jep kaq. Kurse Rama thot, çfarë do, një kusht ka. Karrigen mos e prek, çfarë të duhet tjetër. Ti jap të gjitha. Dhe me një person të tillë të duhet kohëzgjatja dhe masiviteti i protestës. Pse? Sepse ky person edhe aty ku nuk ka ecur ka bler. Pra ka çuar çantat me lekë tek ta ambasadorët që juve shihni në Tiranë, tek ta ndërkombëtarët që juve shihni, te BE-ja, në Washington, në Kongresin Amerikan, kudo ka paguar me para. Dhe kjo para ka formuluar raporte që thonë që në Republikën e Shqipërisë gjithçka është në rregull, s'ka as korrupsion, s'ka as krim, s'ka as vjedhje. Pra Shqipëria është parajsa në tokë. Por në momentin që kjo protestë zgjat, atëherë të gjitha mediat ndërkombëtare do e japin këtë protestë dhe do fillojnë ta japin live protestën. Reuters e ka pasur live, do fillojnë edhe të tjerat. Dhe në këtë moment që e japin live, atëherë ai që ka marrë lekët për bërë atë raportin, ky raporti nuk shkon më në asnjë vend sepse ja ka bërë raportin shefit, ai shefi shef edhe ai televizor. Dhe thotë prit mos e ky raporti aty gjërat që nga ndryshe, nuk që nga kështu si po thua ti. Atëherë në këtë moment nuk shkon me leku. Dhe në momentin që nuk shkon me leku, bie për kraja e tij, e këtij banditi. Dhe në momentin që nuk shkon leku, atëherë nuk të shkon as telefoni dhe do vi një moment që aty ku ka paguar lekët nuk do i ngren as telefonin. Dhe në momentin që nuk i ngren as telefonin, atëherë Rama ka dy rrugë. Ose të vrasi veten, po jo në aspektin figurativ që të vrasi veten me pistolet. Në kuptimin politik. Në aspektin kuptimin politik të vrasi veten dhe të nguli këmbë që unë sa jap dorëheqjen dhe dorëheqja shkojnë maksimum dhe pastaj kur të vinë një moment që do bëjmë zgjedhje, Rama nuk merr asnjë vot, ose Rama të lozi politikisht thotë, "Okej, unë jam dakord, unë jap dorëheqjen, bën zgjidhje dhe sa më shpejt të hapi dorëheqjen do bëj llogarinë që ta jap sa më shpejt që të ruaj një sasi votash që të jetë sërish në parlament. Se ndryshe rrezikon po zgjati më shumë, rrezikon që të mos jetë as fare më në parlament. Edhe Rama vetë si person mos marri votat për të zgjedhur nesër." Dritan, pse e përjashton në opozitën dhe Partinë Demokratike nga kjo formulë, sepse Partia Demokratike mund të jetë një instrument shumë i rëndësishëm për ta detyruar Ramën që të thash para se kjo protestë, sepse që t'jemi korrekt, kjo energji politike i duhet kohë që të shkojë në një organizim të mirëfillt politik që t'i sfidojë. S'është thënë që duhet një organizim i mirëfillt politik. Pse mendon që Partia Demokratike... Sepse Partia Demokratike është pjesë e këtij sistemi kriminal 36 vjeçar. Partia Demokratike jep te Shqipërinë me 1 euro. Rama tash jep Shqipërinë investitorëve strategjik, pra kriminalëve strategjik. Kurse Berisha jep te kriminalëve me 1 euro. Nuk kanë asnjë ndryshim. Po jo Partia Demokratike. Po edhe Partia Demokratike s'ka, edhe njësoj. Çdo kush që ka qenë atë parti dhe në këtë parti, në PS dhe në PD, në PD-n e Bashës dhe në PD-n e Berishës, që ka ngritur kartonin atë parlament për çdo lloj vendimi kriminal që është marrë në dëm të interesit kombëtar shqiptar, përbën Partinë Demokratike dhe kjo Partia Demokratike nuk ka më, nuk do të ekzistojë më. Janë dy parti që duhet nxjerrë jashtë ligjit në Republikën e Shqipërisë, sepse janë dy parti të cilat kanë marrë iniciativë për të shitur territorin dhe për të dhuruar territorin në Republikën e Shqipërisë. E ka nisur PD-ja në 2009-ën çështjen e detit dhe po e përfundon Rama çështjen e detit. Dhe kjo është t'japësh territor me ligj, me kushtetut, me gjithçka në Shqipëri, t'japësh territor është tradhti kombëtare, pavarësisht se ta kanë hequr fjalën nga tradhtia kombëtare. Dhe aty nuk kam parë ndonjë deputet të këtyre partive që të votonte kundra, nuk kam parë ndonjë deputet të këtyre partive që të dilte kundra në parlament dhe të thoshte kundra kësaj gjëje. Jo, po e kanë përkrahur këtë dhe vetëm kjo mjafton për të dhënë atë. Vetëm kjo, vetëm dhënia e kësaj territori që po luftojnë kush e kush të hyjnë në bregët e Greqisë. Kush e kush t'i bëj gojor e Greqisë, i përcakton që janë tradhtar të këtij vendi në dëm të këtij vendi dhe nuk duhet të ekzistojnë as si parti politike më nesër.
Dritan, një këshill për protestën, sepse jemi në limitin e Këshilla ime për protestën është që protesta duhet të vazhdojë me një kërkesë të vetme, dorëheqje pa negociueshme dhe të vazhdojë vetëm në bulevard, të mos ketë dhunë, të mos shkojnë drejt dhunës, të mos bëjnë siç kanë bërë 2 ditët e fundit, 3 ditët e fundit që kanë parë që kanë bllokuar kryqëzimet, nuk ka nevojë të bllokojnë kryqëzimet, por vetëm në bulevard. Dhe në bulevard protesta të zgjati 3 orë, 4 orë, 5 orë, derisa duan të rrinë njerëzit, po do duan të rrinë gjithë natën, le të rrinë edhe gjithë natën aty në bulevard. Sepse kjo tregon konsistencë, kjo tregon vendosmëri. Kjo është fuqi. Kurse vajtja në përkryqëzime nuk tregon vendosmëri. Vajtja në përkryqëzime i jep mundësi këtij pushteti kriminal që nesër të nxjerrë policinë dhe të shkaktojë përplasje me policinë. Ne nuk kemi nevojë të përplasemi me policinë, sepse edhe policia është me protestën, edhe ata nuk e duan këtë pushtet. Pavarësisht se në policinë e rendit sot mund të kesh me shumicë individ që janë të lidhur me krimin dhe punojnë për krimin. Me drejtor policie, me drejtore qarqesh, me drejtor të përgjithshëm policie që kanë qenë dhe më pas Rama i ka bërë drejtorishe, ministra çfarë i ka bërë. Pra kanë qenë të lidhur me krimin. Por policia e thjesht, ai polici thjesht që del atje, ai nuk është lidhur me krimin. Pra edhe ai e do Shqipëri njësoj si unë, si ti, edhe si këta që po dalin atje. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Klejt Këlliçi, pedagog në Universitetin e Tiranës. Klejt, kënaqësi që të kam. Faleminderit, Ridi. Klejt, drejt tek protesta do të shkojmë, si i lexon këto protesta? Po, qofse do shifshim do kishim një lloj perspektive historike, mund të themi që Rama është personi më i kontestuar në gjithë historinë politike pas tranzicionit në Shqipëri, edhe për shkak të gjatësisë në pushtet, por edhe për shkak të cikleve të protestave me të cilat është përballë. Duke filluar që nga protestat për armët kimike, për të ardhur tek protesta e studentëve, për të ardhur tek lëvizja për teatrin, edhe kjo e fundit. Pra ky cikël, po ta marrim jo si protestë, po si cikël protestash. E qartë. Dhe natyrisht shohim edhe elementët tipik të një lloj lëvizje shoqërore e cila është aftë të mbaj intensitetin deri diku të lartë, por që në dallim nga shumë cikle protestash të tjera, flas për ato që kanë ardhur si pasojë e organizimit partijak ose pasojë e pretendimeve apo kauzave të caktuara, ka një kërkesë maksimaliste që e ka vendosur në fillim, ose që më saktë u imponu që në fillim protestës, që është dorëheqja e qeverisë. Dhe kjo e bën të mirë dallueshme nga të gjithë protestat. Nëse kërkesa për dorëheqje, flasim nga viti 2013, ka ardhur me kalimin e kohës, bile për të mos thënë që ka qenë edhe ndarse për ata që kanë marrë pjesë në protestë, sot i është mbi vendosur të gjitha kërkesave të tjera që kanë qenë që në fillim. Klejt, ju jeni profesor i shkencave politike, i diplomuar në Torino. Si e vlerësoni faktin që nga kjo protest buron thirrja kryesore që bie në sy është Rama në burg, Berisha në burg? Si ta lexosh kjo që ka ngjitur, le të themi, dhe që ti e shikon? Është shumë interesante që duke filluar që nga protestat e studentëve ka një përpjekje për të vendosur në krye apo në ballë të pretendimeve për zgjidhje problemet natyrës ekonomike. Një arsyetim shumë i thjeshtë që neve mund të bëjmë sot në kushtet kur jemi, ndofta këto janë kushtet të cilat ndodhen edhe në shumë vende të tjera të Evropës, po ne na mungojnë amortizatorët social që bëjnë krizën më akute, është që sot një pjesë e mirë e njerëzve që marrin pjesë në protestë janë diku ke mosha 30-40, dhe kjo është shumë interesante për t'u parë. Janë në paaftësi pjesën më të madhe për të bëj shtëpi, për të programuar jetën e tyre. Në fakt, pjesa më e madhe atyre që largohen në emigracion, që nuk i përket kësaj grup moshe, janë njerëz të mirë shkolluar në dallim nga
para vitit 2010, po të themi, të cilët perspektivën e tyre e shohin si të bllokuar në Shqipëri dhe e kam përshtypjen që kjo është një karakteristikë shumë e rëndësishme sepse pak a shumë nëse sikurse edhe ti e ke thënë që ndofta ky është fundi i tranzicionit, ndofta ky është edhe fundi i ëndrrës apo perspektivës me cilën identifikohesh një pjesë e mirë e popullsisë që mundësitë për të arritur një mirëqenie sociale apo një lloj pasurimi në mënyrë të mëvetshme, pa pas amortizatorë të ndryshëm, kanë qenë të pafundme. Praktikisht, ne sot jemi në kuadrin e një lloj shoqërie e cila ka arrit një farë stabiliteti dhe ku lëvizshmëria apo ascensori social deri diku mbetet i bllokuar. Dakor, po pse me partinë kryesore të opozitës, ose si më thonë me liderin e partisë kryesore të opozitës, pse me Berishën? Berisha është një nga denoncuesit më të mëdhenj të kësaj qeverie. Berisha, në qoftë se ne t'i kthemi pak se tush pretendimeve morale që ka pas në Shqipëri për të ardhur në pushtet, ka diçka shumë interesante, Erdi. Në rast se unë vinë pushtet me një program caktuar politik, i cili ndryshon nga Joti, nga partia kundërshtare, në lidhje me pak parametra, më pak taksa, më shumë taksa, më pak shtet social, më shumë shtet social. Në Shqipëri, nga viti 2005, le të themi, ose nga viti 2001, leitmotivi i ardhjes në pushtet ka qenë korrupsioni. Duart pastra, duart e pastra, korrupsioni, etj. Pra, dhe se tush opozitat kanë ardhur në pushtet në 2005, në 2013 me deviza morale shumë të forta. Pastrimi, duart e pastra, etj. Nga pikpamja praktike, çfarë kemi parë që nuk është operuar, ose më saktë korrupsioni i qeverisë Nano u harrua. Nuk u fal, po u harrua, me pak lëvizje nga qeverisja Berisha. Me të njëjtën devizë Partia Socialiste erdhi në pushtet në vitin 2013. Po. Dhe teknikisht korrupsioni i Partisë Demokratike ose akuzat që u bën Partisë Demokratike u harruan. Mos harrojmë që ato vilat e famshme të Belinda Ballukut apo të ministrave të tjerë qeverisë Rama nuk janë fenomen i ri. Edhe para vitit 2013 ka pas Partia Socialiste denonconte vilat e Ken Srulit apo funksionarëve të tjerë të Partisë Demokratike në Riviera apo në. Pra, ideja është që partitë politike kanë ndjek kauzat morale. Dhe të vish me një kauzë morale do ka i përgjegjësi shumë të madhe politike. Humbja se tush mos respektimi i kauzës morale çon në bjerrjen edhe të besimit nga ana e elektoratit. Dakor. Pra praktikisht po të shohim mënyra se si e ka mbajtur pushtetin Rama, ka qenë pikërisht duke përdor mekanizmin e korrupsionit, blerjes votës, zgjerimit të administratës publike, pra është bler konsensusi, por pa ndonjë dëshirë të madhe për ta manifestuar konsensusin. Dhe se të sot Partia Socialiste po barë gjitha kostot e mdhaja të blerjes së votës. Një pjesë e njerëzve që dalin janë administrat, nuk kanë në lidhje emocionale shumë me PS-n. Bloku i cili sot emocionohet për PS-n shumë i vogël shumë i vogël se sa votat që merr Partia Socialiste. Një pjesë të mirë të votave merr nëpërmjet mekanizmave që nuk kanë lidhje as me programin, as me liderin, kanë lidhje më tepër me mekanizma të përdorimit të gjitha resurseve administrative që para politik. Dhe sot Partia Demokratike nuk mundet ta marrë kauzën ose ta manifestoj kauzën morale. Mund të jetë denoncuese shumë e fortë e korrupsionit. Po nuk mundet sepse kryetari i Partisë Demokratike është zoti Berisha, i cili ka qenë i akuzuar i kryesor për gjendjen e Shqipërisë apo për korrupsionin e para vitit 2013. Dhe paradoksi është që situata ekonomike e një pjesë të mirë të shqiptarëve para vitit 2013 ka qenë shumë e mirë se sa që sot.
Po, Është shumë e barabartë, themi, jo e më e mirë. Më e barabartë. Më e barabartë, themi. Por Berisha nuk mund të ta avokoj këtë pretendimin moral, përveç asaj që edhe përmes fakteve kuptohet që ka një lloj, nuk mund të them bashkëpunimi, por ka një lloj mirë kuptimi mes pozitës edhe opozitës në raport me interesat veçanta. Kulla, ndërtime, leje, etj. E cili ka ekzistuar edhe gjatë qeverisjes Berisha para vitit 2013, por që nëpërmjet idesë më tepër të rotacionit u prodhua. Pra, ajo ideja e korrupsionit vdiq. Unë nuk e di nëse Partia Demokratike do të vinte në pushtet, kam përshtypjen që nuk do të bënte atë gabim që bëri në vitin 2005. Nuk do ta bënte atë gabim. Pra, do të ishte më e zëshme në goditjen edhe në persekutimin fjalavjen të korrupsionit të Partisë Socialiste, por kjo mbetet një vetë se një hipotezë. Kështu siç kam përshtypjen që dhe Partia Socialiste do të kishte qenë më e zëshme në vitin 2013. Ku mendon se do të shkojë kjo? Se kjo është pyetja kryesore. Pra, aty ka një energji të madhe, rinore, politike në datë thuaje, ka një energji e cila se unë kam qenë dhe e kam parë nga afër, por a mjafton kjo për të sfiduar sistemin që këta e konsiderojnë Rama, Berisha? Sistemi ka disa mekanizma nëpërmjet cilave mbahet në këmbë, por janë shumë të dobët. Sepse në momentin që nuk ka më besim tek sistemi, atëherë sistemi bie. Po për sistem demokratik jemi, apo jo? Jo në kuptimin, nuk flas për sistemin demokratik në vetvete, nuk është propozojnë një sistem tjetër këta? Jo, sistemi në kuptimin e mënyrës se si sot është ndërtuar raporti mes shtetit dhe shoqërisë në Shqipëri. Ti e koshent vetë, duke qenë se ke qenë një aktivist i vjetër politik, ke kuptuar se cilat kanë qenë mekanizmat mes cilave transmetohet apo majoranca është e aftë fithi votën. Nuk janë mekanizma emocional, nuk janë mekanizma besimi, janë mekanizma interesi të pastër. Problemi është nëse ti se tush e vendos unë nuk kam qef ta përmend emrin popull, e vendos shoqërinë, sepse mendoj që termi popull është i pak të devijon nga objektivi ose nga analiza. Por e vendos për shoqërinë ose segment